Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi në komunikimin me mediat foli për miratimin e projektaktit për mbylljen e kantierit të vjetër të Pashalimanit, duke i hapur rrugë vënies së tij në dispozicion të shoqërisë italiane Fincantieri në kuadër të një sipërmarrjeje të përbashkët me shoqërinë Kajo. Sipas ministrit, në këtë kantier pritet të prodhohen anije me gjatësi deri në 82 metra, duke synuar rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe teknologjike të industrisë detare në Shqipëri. Ky akt i hap rrugën zhvillimit të atij kantieri detar që ka prodhuar tashmë anije në Republikën e Shqipërisë për zhvillimin e një bashkëpunimi tregtar të jashtëzakonshëm me shoqëri më të madhe, ndër më të mëdha në botë, për prodhimin e anijeve që shoqëria Fincantieri bashkë me shoqërinë Kajo në këtë bashkim të ri për atosh për këtë JV të re, të prodhohen anije deri në 82 metra, që është një hap i jashtëzakonshëm sa i përket jo vetëm kapaciteteve prodhuese, por edhe kapaciteteve teknologjike në Republikën e Shqipërisë. Ai ka të shndrohet i tërë dhe do të adaptohet për prodhimin e anijeve në të këtyre përmasave. Është një vlerë e shtuar për jo vetëm për sigurinë kombëtare, por edhe për prodhimin teknologjik dhe për vendet e punës edhe për know-how që vjen në Republikën e Shqipërisë. Ministri foli gjithashtu edhe për angazhimin e Shqipërisë në misionin në Gaza, duke bërë të ditur se përfaqësimi fillestar do të përbëhet nga 4 oficer shtabi. Republika e Shqipërisë do të ketë një përfaqësi në Gaza, duke filluar fillimisht me 4 oficerë shtabi. Kemi bërë ditur edhe në intervistat e tjera dhe në daljet e tjera publike që ky do të jetë angazhimi i Republikës së Shqipërisë. Dhe me vajtjen e këtyre 4 oficerave të shtabit në forcën ndërkombëtare stabilizuese do vlerësohet më pas edhe kush do të jetë niveli konkret i trupave që do të dërgohen në Gaza, duke përfshirë këtu edhe vendodhjen konkrete ku këto trupa do të dislokohen. I pyetur nga gazetarët për marrëveshjen FMF mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nufi sqaroi se programi i financimit ushtarak amerikan nuk është një mekanizëm i krijuar këtë vit, por një instrument me histori të gjatë në marrëdhëniet dypalshe. Sipas tij, përpara marrëveshjes së fundit, Shqipëria kishte përfituar rreth $196 milion në kuadër të programit FMF, ndërsa marrëveshja e re me vlerë $302 milion lidhet me sigurimin e pajisjeve, sistemeve dhe teknologjive të reja për forcat armatosura. Ai foli edhe për situatën e zjarreve në vend dhe shpërblimin e miratuar për zjarrfiksit. Programi FMF nuk është vetëm çështje financimi, është edhe çështje transferimi teknologjik, e cila do vullnet politik. Ka shtete që dëshirojnë të marrin teknologji të caktuar, të cilat po si miratojë Kongresin në Amerikë nuk i marrin dot, edhe pse mund të kenë paratë të financojnë. Marrëdhënia jonë me Shtetet e Bashkuara sot tregon që Shqipëria është një aleat i besueshëm, është një aleat i qëndrueshëm, është një aleat i cili është krah aleancës shpirtërisht, mendërisht, politikisht, ideologjikisht, qëndrojmë të bindur në vlerat dhe parimet që ne bashkë ndajmë. Sot është miratuar vendimi i Këshillit të Ministrave, i cili autorizon njësitë e pushtetit vendor që të japin shpërblime për zjarrfikësat që janë pranë tyre dhe gjithashtu ka miratuar edhe shpërblimet për gjitha trupat dhe të gjithë forcat që ndodhen në forcën armatosur në aparatin e Ministrisë së Mbrojtjes që janë angazhuar tashmë për situatën e zjarreve.